Leleku misterioz. Kujtimi të nënës. Kur pyeta një nënën si erdha në këtë botë, të ka sjellë më tha, mbi krah një lelek. Shtektar ndrova të bëhem atëherë, udhën e lelekve qieve të ndjek. I paritur ende se rokja kuptimin. Qellor t'jem, bëja bi me vete. Bi krah shpendi ardhu se nga ku mos, ndoshta nga hiqi për te i kësa jete. Në zgrip të gjumit, një natë beftu qova, unë nisa për rrugë misterin të prek, të fshehtën të zbuloj. Folen misterioze, nga ku më kishtë sjell një jeta i lelek, humbi sensi kohës, kufit, largësit. U enda botës, më duk sa për 2 jetë. Po kur nuk e gjeta kufshi enigma, miti i krijimit, grali imi shenjtë, largësit i braktisa, endjet horizontesh, kur shpresat krejt i humba, më shfaq një vegim. Ai imazh hynor që më pas të nëna, leleku shtektar, qieve në këthim. Në kulm të natës, më çuçuriti në vesh disa fjalë të ngjuaj që s'kuptoj lehtë. Krah të solla, me krah po të marr. Njerëzit si shpirtra vinë e ikin në jetë. Faleminderit, Abigail. Je artiste e vërtet. Faleminderit.